Është ora 6, unë jam akoma në dhomën e hotelit, ku kam paguar me lekët e mia, mbram naturalisht që e pagovi me ndoj produksioni, por kam ikur nga ty që ishte ora 2 natës, I kam robat e mia në përqeset e plerave, disa, jam me pandofla e po të dua të do dal kështu, në Prishtinë në dimër, me një valigje të thyer, një mendoj të djegur, dhe një të shkatruar, dhe kjo është situata, do me thënë, ku çdo gjë, edhe shëndeti, është show, ose duan të bëjnë show. Ndjem shumë keq, do me thënë, nuk e di, do me thënë, më vjen shumë zor, jam në siklet të dalë kështu, se edhe sot, kur më ndruan dhomën që më thanë duhet të dalësh nga aty, do me thënë nga aty, nuk është që isha me valigje e rregull dhe çdo gjë, do të dalësh nga dhoma se s'është e paguajtur, me pa karikus telefoni, që të paguaja vetë dhomën, do të paguaja, që të bëj, po edhe të doja tikja, më thoni si mund tikja kështu. Dhe unë robat e gjupat gjerat I kisha normalisht, por bën më show kur shedi ka si puna ime, ashtu si e mjerë dhe kaq. A ka ndonjëri në palë këpucë, se më duen me dalë. Faleminderit për mesazhet që po më shkruani, do të thënë jam mirë, jam gjallë, por ku është fakti, nuk do bëj deklarata këtu në Instagram, nuk do bëj postime absolutisht, sepse do më thënë kur edhe shëndeti im do u përdorte si pjesë të emisionit dhe të lojës, atëhere edhe unë do më thënë do them pjesën time dhe gjërat e mia, si kanë qenë, si s'kanë qenë të gjitha në një emision tjetër, kështu që mendoj se kjo gjë është e duhur nga ana ime, edhe më besoni, lejni ato si thuhet teoritë konspirative të qeskave të gjërave, sepse nuk ekzistojnë, por me vërtet, do me thënë, duhet t'jesh aq i uritur dhe jetur për famë, për të pranuar keq trajtimet psikike dhe fizike që të bëjnë në atë vend ku isha unë, dhe si thash detajet, do me thënë, do t'i them në vendet e caktuara, por me vërtet, do me thënë, shikoni deri në çfarë pike unë dola nga aty, jo për teka, se isha keq dhe nuk mundja më kanë dërguar në hotel në 2 të natës, dhe sot në mëngjes, do me thënë kur u zgjova, diqa ora ishte dreka kështu, kanë thënë ata të recepcionit që duhet të lëshoja sa më shpejt dhomën, se nuk ishte më e paguajtur, dhe unë me qeset e plerave, me robat që kam aty brenda, 2 ishin, edhe me shapka se jam pak puc, pa tharsen e flokve, pa asgjë, doja u detyrova të pagoja hotelin ku jam, se ku të shkoja, me qese plerash, me robash ashtu si tisha unë be e të plera, ashtu si në trajtuan, se do më thënë nuk ka kuptim që një produksion kaq I madh, do më thënë si e mban veten dhe kaq I fuqishëm nga ana e financiare, të trajtojnë kështu. Këtë gjë e thash edhe mbrëm, do më thënë kështu që
edhe mund ta rikujtoj edhe një herë, se nuk që e hera parë që unë do dilja aty, edhe kur pam videon që u riktheva mbas kujdesit të mjekut, që si ishte, sepse është infermiera i djali, nuk është mjek, i thash, digjoni, unë dua shumë të rikëtu. Nëse doni edhe ju, ju lutem mos ma bëni show, do më thëmë për tani, smundjen time, sepse unë nuk arris dot të përballoj, të luaj, të flas me njerëzit, të duroj ato budallaliqe, sepse janë budallaliqe dhe aty do bën të shoh sepse të hanë në kokë. Nëse unë e kam glicemin 400 ose 20, se sa është 21 e kisha edhe një dite, nuk arris dot. Dhe neve kujdesimi për ty do ishte më e rëndësishme, do me thënë, nuk e di unë, disa gjëra, të shohim lojën e të japim një shans të tjerëve, ose të fillon të direkt emisioni duke thënë Linda, pas emisioni, ose shef nuk ishte puna emisioni, të ke dhoma rëfimeve, të më thoni, Linda, rije qetë, e kemi zgjidhur më në fund, këto ditë sa më shpejt do të vi, kështu që çlirohu merr frymë sepse çdo gjë është okay. Jo, po e dini pse jo? Sepse ajo kutia me makinetën e diabetit normalisht që do ishte ke dhoma e surprizave dhe tu bënte show. Jo, pra jo, nuk bëhet kështu. O njerëz të pa shpirt të lik, nuk bëhet kështu, nuk lozet me këtë gjë, sidomos kur dikush po ja thot që e kam traumë psikologjike. Dhe u tregua edhe fakti që unë do doja shumë të rria aty brenda, sepse e zgjodha vetë, do më thënë që diçka që doja të bëja, kur fillova të qaja, sepse nuk doja tikja, por ishe detyruar, dhe si jam e detyruar të një tri në dhomë se ku të shkoj me në për ku të di unë dyqani për blerë valigja për blerë roba me pandofla nesta se do flasim për këto gjë, do të digjoni për këto tekat e mia.